Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Shumë përzemërsisht dëshiroj t'ju përshëndes në këtë ditë duke ju uruar vetëmbarësi. Ja tani dhe mjegulla që kishte rënë herët në qytet është larguar dhe besoj se do të kemi një ditë plot aktivitet dhe hapa të shpejtuar drejt destinacioneve tona. Sot do të flasim për karnavalet 2022 në Shkodër. Shkodra është e famshme edhe për karnavalet. Ato janë organizuar që në vitin 1860 në këto vite, për të vazhduar shumë vite më pas deri në vitin 1943, gjë që vit që më pas sikur i zbehi pak organizimin e tyre për të vazhduar në vitet 90 e mëtej me shumë organizime dhe natyrisht me festa të bukura ashtu siç karnavalet janë. Do të flasim sepse në studio jam së bashku me skenaristin, regjizorin, organizatorin, dramaturgun, kryetar të shoqatës kulturore teatrore Zefiu Bani, zotin Gjon Stefa. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Ju faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Në fakt jeni në ditët intensive të punës suaj për organizimin e karnavalet, apo jo? Po është krejt e vërtet, me thënë drejtën dhe çdo moment që harxhohet, por ama kur i shërben, po të njëjtit që edhe ja vlen. Pra i shërbim karnivale edhe këtu ku jena. Natyrisht informimi, sensibilizimi gjithmonë është i nevojshëm, apo jo? Ashtu është. Keni shumë punë në shumë plane, në organizim, në realizimin e shfaqjeve apo destinacion. Në fakt, siç e përmenda edhe më herët, ju jeni organizatori i këtyre festimeve prej shumë vitesh, por jeni dhe njohës i karnavaleve apo historisë të tyre. Ju keni shkruar një botim voluminoz, shumë dinjitos do ta quaja, historiku i karnavaleve shkodrane. Trashëgimi në vazhdimsi, shkruar nga Gjon Stefa Misajli. Nuk e kam ditë këtë mbiemër tuajin. Këtë mbiemër kena pas kohë përpara, po ka ndryshuar në kohën e komunizmit, me thënë drejtën, sepse tingëllohet si i huj, i hujena në origjinën e kalume 5 brez përpara. Dhe e kishim me frikë. Prandaj në rrume e lamet e Stefa. Kështu kanë ndodhur më herë. Gjithsesi ju jeni autor pra njohës i këtyre festimeve të hershme në Shkodër. Ka shumë emra që janë këtu, besoj kontribute, gjana të bukura, poezi, për karnavalet kanë shkruar shumë njerëz të njohur. Kol Gurashi, Andrej Skanjeti, Gjush Sheldia, e shumë të tjerë, Gjon Karma. Ju mund të më plotësoni sepse jeni studiues. Është njështuar, por nuk po nalena fort, se ajo është një punë e bëme goxha kolosale, por që e gjitha kjo është përmbledh paka shumë te ky libër, cilin ju e mani në dorë. Ju falenderoj që ma keni dhuruar. Do ta mbaj në bibliotekën time me shumë kënaqësi, edhe ta shfletoj her pas here, sepse bejtat gjithmonë godasin. Është krejt e vërtet. Pra bejta është jo vetëm goditse, po ashtu simpatike, është me humor më, pra një fjalë gjithëherë të kënaq. Ndoshta këtu në libër ka edhe fije picigatim që mund të jetë komenti që i kam bënë paka shumë bejtave. Por realisht është një punë studimore mjaft e serioze, mjaft e punuar mirë, dhe ka një redaktim cilësor, ka një pasoni edhe prezantimi dokumentar, pra dhe me thënë, jo çdo gjë është fjalë, por është një fjalë edhe e dokumentuar, një fjalë e prezantuar me foto, prezantuar me objekte, pa e pasonon më mirë. Në Shkodër është karta kanta, nuk është shqip, por e përdorshme shumë në Shkodër. Të them të drejtën, ju e thatë pak më përpara, Shkodra ka pse të mburret me shumë aktivitete, por në veçanti flasim për këtë që është një aktivitet të një karakterit masiv, pra nuk është thjesht një aktivitet ku është marrë një kuadrat i skene apo një ambienti të kufizuar, po është një aktivitet që bëhet në fushë, në ambient jashtëm. Të kanë tillë
pjesëmarrja është e lirë për të gjithë, kështu që nuk ka bileta, po shprehem kështu. Të them të drejtën, unë i rihina kësaj pune, ose i rifillova punën për të rikthy këtë karnival në qytetin tonë me shoqnin Ilirikum, miqësin Franceskot, për arsye se në atë shoqni kishte pse të punote në drejtimin karnivalesk. Aty ka qenë një shoqni ku kena pas disa sektor që i bën me kënë sektorin e skenës, me pjesëmarrje pothuajse të tanë aktorëve të humorit të Shkodrës, nërta po përmeni Zevdedën, mjeshtrën e madhe Dranë Gjajn, deri dhe Zyliha Miloti ja keni ftu me herë mas herët, të ne edhe mjeshtrat mëdhej të gjithë. Tanë njëni më i madh se tjetri, pa diskutuar edhe amator cilësor që është Pavlin Ujka, Zevdeda, Zefnoja, shumë tjerë. Pa shtojmë këtu edhe prezencën e një sektorit letrar që ne disponojshim në atë kohë. Nërto vlerësohet Tonin Cikliqi si libretist i disa viteve të karnivalit të shoqnisë Ilirikum, e në vazhdim mrapa dhe me shoqnin Zefi Bani, por Kolet Qefa, Kolet Pepa edhe shumë autor tjerë që ndihmojshin në pasunimin e materialeve karnivaleske. E pasunojmë edhe më tej këtë punë, sepse kishim edhe sektorin dekorativ ose piktort, e nërta njënër piktort më me emën që ka qyteti sotëm, edhe karikaturist me shumë vlera, Pjerin Shildinja, që në ka ndihmu shumë me karikaturat e tija në prezentimin figurativ të karnivaleve. Me respekt. Në fakt, karnavalet janë një fest e përbotshme. Lidhet me një sakrificë të bame në ngrënie, të hangërnit, dhe ka të karnavale, nuk e di nëse jam e saktë, mund të ma spjegoni. Atjerë, në të vërtet, po flitni për fillimin e asaj çka duhet komentu për këtë punë. Karnevalet kanë linë shumë kohë përpara dhe qendra e linjës ka qenë Venediku. Po e quajmë Venediku asaj periudhe të dogjve që me thënë të drejtën aja nuk është emërtu paranori, po paranori është kënë. Se pothuajse tan portet e brigjeve të Mesdheut, të Adriatikut të tjera në kënë disponibil të Venedikut. Ajo ka linë në një moment kur në të vërtet u bate një farë së mënyrët prezentimi karnivaleve në format në rryshme për mënyrët shregullta. Atjerë për ta disiplinu dhe për ta fut në një datë saktume, në të periull kohët kishte shumë potencë dhe shumë vlerë, cakton një ditë. Aja ditë ishte një ditë për parafutjes në Kërezhme, po shprehim në gjuhën islamike në Ramazan, po quajmë pak a shumë një sezon ku nalohet ma shfrimi ushqimor e tjera, dhe aty është e përcaktuar me kështu, karnevale do të thotë mishit boll. Pra, deri në atë moment të lejohet me hangër në mënyrë si të dush, por mas atij momenti do të njënosh një sasi ditësh të përcaktuar. Përpara kësaj, kjo ditë më ne u kthy në një ditë festive dhe një ditë vërtet çthurjeje, po e quajmë, të çthurjeve jo vetëm ushqimore, por ka pas raste, sidomos në Venedik, edhe çthurjeve tjera. Domethënë, aty filluan më me balojna nëpërmes maskave të vume. Pra, por mos harrojmë, njerëzit përgjithsisht e kanë të nevojshme që me dal nga vetvetja dhe mos me kenë spakut për një ditë, jo ai që është, po me kenë një dikush tjetër. Dhe ky dikush tjetër vetëm maska e prezanton, domethënë maska e msheh dhe ai dikush tjetër interpreton atë çka do me kenë të thima. E bukur që kjo lojë të jetë për një ditë dhe shumë e vështirë që gjithë jetën të mbash maskë. Po, është e vërtet kjo. Mos harrojmë se disa ty mos e vu masken e kanë. Pra, edhe pikërisht karnevalet, sidomos karnevalet në qytetin ton, për të hek të lloj masket, prezantojnë betët e veta. Shkodra më ne mori nga kjo, se u hap kjo fest, u hap pothuajse në gjithë botën, dhe në gjithë botën festohet një datë e caktuar për karnevalet. Mos harrojmë, nuk ka kur gjë fetare mbrand, pra në asnjë vend botës nuk tingëllon absolutisht diçka fetare. Atëherë, në Shkodër të kanë se influenca ishte e botës jashtme, qysh në kohë turkut, domethënë, sepse kena pas shumë
ambasada. Ambasada ndoshta konsullata më shumë se sa ambasada dhe të gjitha të huaja, ato sillshin me vedi dhe kulturë. Pa diskutu influencën e Venedikut, që edhe ne ishim sado pak në influencën e Venedikut. Aty më doli dosht pa dosht ideja e festimit karnivaleve. Shtojmë edhe këtë tjetrën, ne si shkodran shuhena për humor. Po humori gjithherë ka bukurinë e vetë sepse gjunë. Nuk është thjesht për me bë me qesh kot, po me bë me qesh plot, me bë me qesh me një detyrë, me një qëllim. Dhe pikrisht Shkodra më mori këtë rrym të festimit karnivaleve shpotitës më tepër, ose goditës, si dësh më ja ku emrin. Dhe vazhdote me vite po të njëjtin detyrë. Kështu që edhe ne, spakut gjatë kohës që unë kam udhëheq karnivalet, kena tentu t'i mesim besnik traditës. Me thënë t'i mesim besnik këtij motivi që karnivalet në qytetin tonë, jo vetëm nga ana demonstrative, vizuale, figurative, por edhe nga ana mrendësore, pra dhe me thënë nga ana beteve, aty me rrah me i fjallë për me gjujt, me të metat tona, a mrim për mi korrigju, është më tjetër, nuk e ka ndorë karnivali, ka ndorë shëshnia. Karnivali shpotet nëpërmjet betës, nëpërmjet humorit, nëpërmjet shfaqjes, edhe nëpërmjet maskave, kostumeve etj. Në fakt ka titullar organizimesh me që po i drejtohemi në një vështrim historisë tyre, apo ja? Është e vërtet. Kuptohet, e thati më përpara, për herë të parë në qytetin tonë, nëse në për familje, në për lagje edhe u kremtote, por jo në mënyrë të dukshme dekorative, pa figurative jashtë ambienteve familjare, të parë që kanë dalë për demonstru karnivalet në qytetin e Shkodrës, në kanë dy vllazën, Kol Mola edhe Nërk Mola, dhe njeni është vesh si host, tjetëra vesh si prift. Edhe kanë del demonstru me fjalë me gestikulacione, me veprime paka shumë çka ban prifti, çka ban hoxha. Mirë po ju veshin mrapa fëmija, fillun me grumullu kallabek mazvedit, fillun me gjujt edhe me fjalë, por kur vjen puna, more një shuplak aq të fortë prej të dy besimeve, sa u detyruan me me emigru dhe nuk janë duk ma për qytetit tonë, janë zhduk për qytetit. Pra, të partë karnivaleska... Po ata e dhanë një shkëndim. Ata dhanë shkëndim, dhanë atë që me guxim, ata fillun me prezentu diçka. Atjerë vazhdun të tjertë humorista me marrë guximin dhe mu prezentu për para publikut pa frikë, sepse një ditë është kjo dhe nuk e kanë qëllimin e keq për me shoh personalisht dikën. E kanë qëllimin për fenomenet. Për me godit fenomenin, me godit atë keqet të shoqënisë që ekziston. Janë të shumë të humoristat që janë marrë në këtë punë, nëse më lejotën po t'i lexoj shpejt. Zef Hilgega, Luigi Lacuku, Noc Stemali, Koltivari, Gjon Krajni, Matish Prenushi, Luigi Zadeja, Kol Topi e sfundit Kol Shiroka. Të gjithë këto bëhet fjalë për para 44-shit. Po të më lejoni, po ju citoj diçka të bukur se si e trajtojnë ato betën karnivaleske. Po, me shumë kënaqësi. Atëherë, po nalen atë tek Zef Hilgega, 2-3 strofa spakut. Bubikov, mori marroqe, qikojnë gjinja ty për seri. T'ka rrit nana në buk kalamoqe, shkon e mqethet të berberi. Bubikov shetit o borrit, me njët kotull për mi gjun. Ta është ma kryt si kry rasollit, edhe kamt si pirun. Nuk po zgjatem mua se du prezentu gjëna atje, por ta shikojmë se sa aktuale është, nëse janë mund të jenë mos e 100 e sa vjetë që janë shkru këta poezi, shifre sa bukur të ngëllën ditët tona. Me humor edhe me godit tamam. Po pikrisht ato gjëna cilat shoqënia jonë her mas herë i prezanton dhe nuk janë fort pozitive. Për punojmë të një moment tjetër të Luigi Lacuku, këtë më tepër më për t'tregu fillimet e karnivaleve në mënyrë të shkrume, pra që janë prezentuar në mënyrë, sepse të pa shkrume ka pas sa dush edhe më përpara. Më përpara, por nuk janë nalë humoristat asaj kohë që kanë demonstruar karnivalet me majt të ruajtur në dokumenta. Ndërsa këtu në 2013, pra fill mos dalës në pavarësi, një ndër personat që ka marrë në karnivalet 12-ën është po në 13-ën ka null kjo që ja shkru, po flas, sepse një vit më mrapa ka null që ja shkru. Dhe ashtë një treguesi që është në atë kohë, pra shumë kohë më përpara, po që është në atë kohë, karnivali në Shkodër ka bazament
të njoftun historikisht, jo me fjalë të mëdha, por me fjalë reale, me fjalë me një punë reale. Shife si e prezanton. I mall e I vogël të bajnë gajret se është festa lanë prej të parëve, pra ja treguesi. E vëllasht Zoti bereqet rënoft Shqipnia e shqiptarëve. Kemi ra si peshkun zall, festa jon 3 javë mas met. Karnivalit me që fjal a je gjallë në ikun si mjet. Unë jam gjallë e I fort si curë, nuk kam kenën kur ma mirë, si mjet, po lusë si që mos kur, me Shqipnin vedi e të lirë. Pikrisht piti, mrapa. Shumë e aktualizume dhe shumë e bukur. Ndërkohë, nga njëherë kemi një koncept jo krejt të ashtu për të drejt për bejtën, por nëse ajo është e goditur bukur, ajo është vërtet e vlerëshme, shumë e vlerëshme. Unë e quaj pak gjevahir, po sepse janë gjevahire të vogla, po gjevahire që krijon në gjërdan të madhe. Fjalë që me fol të drejtën në libër janë prezantuar pothuajse sepse jo çdo gjë që është bën gjithë këtë periudhë kohore, I 162 vjet gati po bën që karnivalet ekzistojnë në qytetin tonë, të demonstrume, domethënë, jo të maskume, po demonstrume. Në vazhdim më ne duhet të thonë që I fundit që para 44-shit dhe në 36-ën, edhe në 37-ën e ka bën, po nuk ka dalë në mënyrë demonstrative, është kënë Shiroka, baba I aktorit tonë të njoftur, Bep Shirokës, dhe është ai që ka met goxhan historinë e karnivaleve të qytetit ton si një ndër figurat më të spikatuna të tijat. Edhe prej tij deshte më u thonë ja 2 gjëra, ja 2-3 strofa. Mirë dini ju shkodran se deri më sot kur gjë s'm ka pështu. As përdhim në isan s'kam lan, pak a shumë po a kritiku, pra qëllimi I karnivaleve. Shumë kujt deshta me angop, por mjerisht nuk kje e shkrume, paq, menu, me ba një lop, me ministra të kos kalume. Lopen met në ashtë në lkur para qetë popullin shqiptar, që ka kenë ai dikur fund e maje veshun në arë. E këtë arë që pat pas vesh, ka menoni se ka shku. Një këto hajna ja kanë zdesh, e nërbanka I kanë qu. A shesa aktuale rreh edhe sot e çfarë aktualiteti janë poezi të bukura të trajtume, por që për fat keq historia përsëritet. Dhe për fat keq duhet thonë sepse në fakt do t'i shfrytëzoni ju disa nga këto bejta të shkruara, të dokumentuar prej kohësh, të cilët kanë një theks kaq të bukur aktual. Keni drejt në këtë libret e kena pas përgatit vjet. Pse vjet? Sepse ishte 160 vjet të festimit karnivaleve. Do t'ju kenë ky numër I plot 160 vjeçar. Tham po I riskillën herë mas herët materialeve të skalumes. Pra jo me bën diçka kretre, pra do të ishte një pjesë e re. E kuptoj, keni revokuar të nërsa vjet dështum, jo se dështum, po vetë situata shëndetësore e popullit edhe pothuajse nuk kemi vetëm na që nuk patë mundësi të aktivizona, por edhe shumë aktivitete nuk janë bën vitin e kaluar. Si rezultat I vitit pandemik. Po, sigurisht. Si vjet jeni mobilizuar fort apo jo? Po, besojmë që do të bëjmë diçka të bukur. Dhe si mjet pak ndryshe nga 2 vitet e fundit, do ta trajtojmë ashtu siç është kanë zakon më trajtu tradicionalisht në qytetin tonë. Pra, në qytet ka pas gjithherë një karvan në lëvizjes që ka qarkullu të prezantu figurativisht të metat kryesore të situatës, por edhe të mos harru bejtën e cila do të demonstrohet në kryqëzimet ndryshme, në pikat ndryshme ose stacionet ndryshme. Jam shumë me interes të di pikrisht për këtë material letrar dhe që është në bazë të gjithë asaj që ju po përgatisni për bejtën. Keni aktivizu si po realizoni? Atëherë, në për vitesh, këtë detyrë janë karkuar një personit, I cili ai prezanton
për fillimit deri në fund gjithë libretin që interpretohet për betën e karnivalit. Deri para pak vitesh ka kënë Tunin Çikliçi, ndërsa tash 2 vjet kanë dorë Qazim Qela. Edhe si met Qazim Qela ka përgatit material. Materiali është i bukur, është mjaft shpotitës, po përsërit atë fjalë. Po sepse kjo është thelbi, nëpërmjet betës të shpotiten pikërisht këto vese të shoqërisë, dukuritë sociale, e shumë çka që natyrisht janë problematike në jetën tonë të përditshme. Është vërtet. Do ta prezantojmë këtë nëpërmes një grupi të interpretues, janë 6 vet, zakonisht 6 e përdori kur prezanton libretin, dhe janë mjeshtria e madhe Dranë Xhai, Përshëndetje, Dranë, e gjithku ndodhur, Dranë me një aktivitet, por dhe me një cilësi të lartë artistike. Duhet pranu ajo ka kenë pjesë që nga koha kur unë për herë të parë risulla karnivalet në kohën e demokracisë, apo paçysh e Iliri Kumi, a kenë pjesë e prezantimit karnivaleve. Dhe sa herë që karnivalet janë prezantuar me material letrar, Dranë Xhai a kanë pjesë interpretimit. Respekt për punën e saj. Dhe sot e kësaj dite nuk largohet. Vazhdojmë me Qazim Qelën, Margerit Hilën, dhe kena angazhuar 2 vajza të reja. Dhe Gac Kodrinën, thatë. Po, e thash, dhe Gac Kodrinën. Janë 2 vajza të reja që premtojnë, të drejtën jam shumë i kënaqur me punën e tyre, që është Stella Muja dhe Sara Paneci. Këto janë persona që do të ka bërë përshtypje se ju vazhdimisht keni një grup po i them profesionistësh, por edhe të rinjsh. Aktivizimi i të rinjve është një nga karakteristikat e shoqatës suaj. Është e vërtet, sepse është edhe detyra kësaj shoqate. Domethënë detyra e shoqatës është me punu me elementin të ri, por edhe me prisë të dalën në pension. Të dyja karat. Jo, në fakt këto janë festa gjithë përfshirëse. Po sigurisht. Dhe duke qenë se edhe materialet kanë një vështrim të gjanë mbi shoqërinë dhe mbi problemet e saj. Natyrisht i përket çdo moshe që të marrë pjesë, edhe në këtë këndvështrim ju jeni, domethënë e keni gjetur zgjidhjen. Po, kjo reflektohet edhe në këngë. Se materiali herë mas herët ka futje ndalje, si tonë bloqe. Dhe në këto nalesa janë disa këngëtar që du të angazhojmë. Po e nisim përsëri me ato që kanë shumë emën, që është, por ty mos e nal vetën aty. Pra, me Mukades Shangën është përzgjedhë. Desi, përshëndetje. Është përzgjedhë si këngëtare shumë cilësore. Po ama tashmo jo e re. Mjeshtra e madhe, po. Kena fut më ne vajzat të reja të cilat mendohet që do të jenë e ardhmja e qytetit tonë në vokale. Pra është Niki Mjeda, është Megi Toma, Josefina Guri. Por krahas këtyne, në këto futjet ose në lesat, na kena menu me e thyë dhe me një qiftelish. Burgru, pëmën mashkull, që kënojnë një mënyrë me qifteli pa ma me humor, dhe me thënë godisin edhe ato, njësoj si që ka bënë edhe karnevali. Gja e bukur. Gja e bukur është. Nështë, po menojmë që ka hasë punës sonë të bame përsa i takon betës, ne kena ftu edhe një antar të shoqënisë Beta Gjive, që ka pregatit diçka dhe ka emërtu Oktapodi, dhe është Isuf Qoku, edhe atë do të inkuadrojmë në programin tonë. Është si, do të thosha, këndvështrimi i materialit të shfaqjes, ndërkohë që ajo ka një veshje, sepse karnavalit nuk mund të mendohen pa maskat, pa veshjet, si po punon edhe në këtë drejtim? Atëherë, nuk u nalëm me prezentu karnivalin në karvan, e cila është ashtu si që thoni ju, por punalen atë interpreti i këtyne që të flasin. Unë këta i kam vesh si infermiera. Pra, janë të veshën atë kombinoshën e bardhë, që zakonisht sot i shohim përgjithësi në televizor, dhe do të prezantohen të këtill. Mos harrojmë se titulli i karnivalit si meçëm është gjallë, po për gazep. Pra, jena gjallë, por të them të drejtën, kena met pa keq si ato. Në tona drejtime, qoftë nga ana shëndetësore, qoftë edhe nga ana shoqërore e sociale, po tjetërsohena. Na vjen keq për këtë. Karnivali bën një kyt mirë sepse ty sjell humor,
të sjell kënaqësi, na rikthen pak a shumë në gjendjen e dikurshme, pra rikthehna ashtu siç ishim para pandemisë. Dhe Karvani ka pak a shumë këtë ngjyrë. Pra bami vëret, unë jam nal në dy fenomene kryesore. Fenomeni kryesor i parë është ndëdhja, sepse mishnet nuk ka kur gjë. E vërtet. Dhe të po shifet në prezentimin e butaforik, po e quajmë dhe alegorik të karnivalit. Por kam futur në diçka tjetër aktualitetit, këtë duelin midis dy kokave drejtuesit Partisë Demokratike, që në midis të tyne përfiton një tret që është Selbi Berisha. Selbi Berisha bashkë me Bashën bëjnë duel nësa përfiton Edi Rama. Pra kur dy vetë grinen, i treti fiton dhe gëzon. Gjithsesi është një material që lidhet totalisht me ditët dhe atmosferën sociale dhe politike që jeton Shqipnia, apo jo? Ashtë e vërtet. Natyrisht në këndvështrimin tuaj si regjisor, si është konceptu dhe si po realizoni? Me të thënë drejtën, na kena disa ditë që po bëjmë prova, edhe provat i morrim shumë seriozisht, edhe jena mirë njohës famullisë qytetit që na ka afru, na marrë për komoditet për me bëjmë provat, sepse shoqënia për fat ekziston si shoqëni, mundohet të jetë mjaft aktive, por realisht na nuk kena një seliku të kena një qenar ku të punojmë. Edhe këto materialet dekorative, figurative, na kanë afru një ambient të theatri, Migjeni, për fatin ton, edhe faleminderit se atyne, sepse nuk kena ata ku t'i punojmë. Pra me një fjalë, nëse i takon një qytetit marë, gjemë shumë vështirësi për të bërë punën tonë, domethënë për të arrit aty ku dona na për të arrit. Materialet butaforike keni fjalën. Pikërisht për ato. Gjithsesi, mendoni se në një farë mënyrë keni mbështetje edhe nga bashkia apo? Jo kena mbështetje, po them të drejtën bashkia është ajo që investon për këtë karnival. Jo vetëm për këtë, po për disa vitesh karnival. Dhe po të mos ishte mbështetja bashkisë, ne si shoqat nuk do të ishim gjendje me prezantu kur gjë. Nuk kena të ardhëna, nuk kena financa. Jena shoqëni jo fitimpruse, në aktivitetet tjera çka bëjmë nuk morëm. Sepse ju keni realizuar përveç karnavaleve, keni realizuar edhe shfaqje të tjera dhe komedi madje. Po, është e vërtet, jo vetëm drama, një sasi goxha konsiderueshme, kjo se na po lajm, po hekun larguana nga karnivali, kalojnë te shoqënia. Nëse kam me të po thonë diçka. Jo, ne do të rikthehemi, sepse emëruesi përbashkë i çdo gjëje këtu është karnavali 2022. Mirë, atëherë unë po vazhdojmë ju bë të njoftun diçka nga aktivitetet qofse më lejohet të shoqatës. Po. Zefio Bani. Atëherë, në vitin e formimit, në 2013, në Theatrin Migjeni, na kena prezentu një dram të një martirit që është Dëm Shtefan Kurti për fe dhe atë dhe. Dhe është shfaq këtë dram 2 natë në Theatrin Migjeni, një natë në Lezhë, një natë në Theatrin Kujtim Spa i Voglin në Tiranë, dhe një natë në Theatrin Kombëtar të Prishtinës. Pra, goxha punë, goxha sukses për këtë dram. Mandej më mrapa prap kena vazhdu me një dram të kësaj natyre, por nuk po nalem me u zgjat fort, por po kalojmë tek ajo që ju e cikët tek komedit. Atëherë, ne kena vunë skenë kohët e fundit 2 komedi dhe një varjete. Komedia parë është kanë një krijimi Fra Valentin Rokut, Kamera e Pallatit, rreth gati 2 orë shfaqje, protagonist kryesor kanë Mjestra e Madhe Drane Gje dhe Gaskodrina, këto kanë 2 kryesorë, por edhe një vajzë e re që kena antarët grupit dhe mjaft interpretuese e mirë, Aleksandra Gjoni, edhe ajo ishte në treshin e roleve kryesore. Kuptohet mobilu me aktor tjerë, majtun gjallë, dhe nuk po i zgjatëm me përmenemnat, më falin shokët e shoqet e mia. Atëherë, mrapa ma ne kena vu gruaja ime, një komedi greke, edhe ajo mjaft e bukur, që prezenton aktualitetin e sotëm të njerëzve që çka zbajnë vetëm me pozicionu, vetëm me marrë një post. Dhe shkojnë deri atje që rrezikojnë moralin e gruas vetë për me mujt me arrit në këtë pikë. Komedi ishte shumë e bukur. Sfundet më ne eksperimentu me një varjete që Shkodër si mungote deri në çast për disa vitesh, ose estradë si i thonë na, edhe një estradë gati 2 orëshe,
2 net që faqen teatër Migjeni, dhe e titullume Kur borgji zën frymen. Paka shumë arsyeja sepse 2 pjesë kryesore të këtij spektakli ishin pjesë një akt, dhe njëna ishte e Çehovit Arju, që ban fjalë pikërisht për borgjin, dhe e dyta Shqorpuci të një autorit italian edhe që ban pjesë që flet për borgjin. Kështu që asgjë nuk vjen në një tokë të thatë. Organizimi i përvitshëm i karnavaleve dhe i si vjeçmi me titullin Gjallë për Gazep është rrjedh dhe vazhd e një veprimtarie, një aktivizimi, një pune që ju si shoqatë organizoni vazhdimisht. Natyrisht atë ditë do të ketë një program në ditën e karnavaleve. Të shtyp programi. Ka 4 ndalesa më duket. Po, ashtu është e vërtet. Atëherë, për t'ja bën të njoftun edhe në gjuzve. Karnivali, parada karnivaleske niset nga teatri Migjeni. Domethënë e gjithë karvani karnivalesk. Do të kenë në orët e mëngjesit? Në orën 10 mëngjesit. Ditën e shtunë me datë 26 të këtij muajit. Gjithherë nëse natyra na falë na jep mundësi. Ne shpresojmë. Ne shpresojmë me fantetin me po frikë kam, por nga që aktiviteti është natyrë, rrim të u drill derisa ne ta realizojmë deri në fund. Dhe vazhdon më në nalesën e parë që do të bim tek Gojët e Reja. Aty do të jetë nalesa e parë. Gjatë gjithë rrugës që aty fillon gustitja prej ambienteve të jashtme me petulla të karvanit. Pra është menu që karvani gjatë disa pikave, disa momenteve të qiraset, po shumë kështu ose të gustitet me petulla. Kush do të jenë këto që ato janë lokale të ndryshme kena caktu, kolonialësh për shembull tek Gojët e Reja, e vazhdon mandej mshiun Ngjuhadol, nalena thame të Gojët mandej në Sarreq do të nalesa dytë, vazhdohet me një qirasje të tradita, që edhe ato do të dalin përpara me petull. Kush do të gostitet? Të gjithë kush ketë mundësi për karvanit sigurisht. Hani petulla. por është menu, nuk e di nëse mund të shkojmë deri atje që në lokalet përgjatë rrugës pedonales Gjuhadolit, ne do ecim në krahun e kundërt të pedonales, pra nga Gojët në Sarreq. Është menu që lokalet atje të nxjerrin edhe për popullin petulla në tuvalinat e tyne për të gustit. Kjo është karakteristike. Që është pikërisht karakteristike. Por edhe na si shoqat, kena menu që ndoshta jo me peta, por me gjëra të tjera, edhe na të qirasim tjerë. Po, do të jenë edhe për nesh diçka që nuk po thona atë. E keni sekretin tuaj. Vazhdojmë më në mrapa, do të ecim deri te bustit i sa buletinit. Aty do të jetë nalesa e tretë. Dhe mas asaj ty mos dosh me pengu qarkullimin në Parruc, do të kalojmë tek bashkia, para bashkisë do të bëjmë nalesën e 4. Ndërsa nalesa fundit, ajo që do të jetë si premlall të gjitha, e shfaqja e përgjithshme, do të jetë tek busti Luiz Gurakuçit. Aty do të jetë edhe momenti kur na bëjmë edhe djegjen e Durdulecit. A keni qef me ditë se çka do të jetë Durduleci? Patjetër. Është ai kulmi, kulmi i cili është momenti final ku ai me të mendohet që ose tradicionalisht është menduar që djegja Durdulecit personifikon djegjen e të këqijave të vitit dhe shpresojmë të kena bën diçka që t'i djegum disa për këtyre të këqijave. Këtë rol është prezantuar si një dreq. Po me brina i veshën zi komplet, i cili mbart mi veti jo dekorata, po prezantimi që COVID-19 e të gjitha këto që i takojnë kryesisht të këqijat shëndetësore. Sepse kjo është kryesorja, prandaj edhe titulli i dedikohet kësaj. Do të jetë diçka interesante edhe kjo. Spektatorët ose shikuesat le ta shohin dhe ta shijojnë. Le të bëjnë edhe fotografie edhe të gëzohen momentin kur ne ta djegum në shesh, domethënë në mënyrë demonstrative. Një gjë shumë e bukur, por edhe një sipërmarrje jo krejt e vogël, sepse është një organizim, është një shfaqje, është muzikë, do të ketë festime. Maskat i keni të realizume, të dizenjume, kostume? Të tona. Deri dhe për bondën, kena menu se edhe bonda do të nëshishtojnë, bonda qytetit, edhe ajo sjell një atmosferë të gëzueshme, me folgatën si gjithherë, bonda e sjell të atmosferë, do të nëshishtojnë jo të gjithë rrugën, për një pjesë të rrugës sonë,
Edhe ata aty ne kena mendu me vu mask. Megjithatë, do t'i ishte kanë e mira, na kena diskutuar në bashki që me menu i fije ma seriozisht për bandën. Pra banda në ditë tipikisht e veshun. Pra të ketë veshjen e vetë tipike karnevaleske. Po keni kostume? Jo, momentalisht jo, nuk disponojmë. Pra do t'ishte spakut, jo vetën maska, po një kapele, një pelerin nga sipër që të demonstrojnë në njërë të tillë që mu duke bukur. Është një fest e cila detajohet dhe për këtë ju po punoni. Uroj që koha të jetë e përshtatshme, në mos diell i fort paktën, mos bin shi. Gjë shumë e bukur. E sjell në qytet atmosferë, gjë që e presim me shumë kënaqësi pas 2 viteve pandemi, jo se s'janë bërë koncerte, por tash pas këtij dimri ose mbyllje të duhet një fest kaq e bukur, gjë që është tradi, por edhe punohet fort për sjellje në mënyrë artistike dhe për të dhënë mesazhet e duhura, mesazhe të bukura, mesazhe që nëpërmjet bejtës shpotisin veset dhe dukurit apo fenomenet e këqija të shoqërisë, por që punohet artistikisht për to. Edhe ju jeni artistët. Po, në vërtet mendohet qysh më përpara, nëse ndoshta e presim kur po na thot bashkia që është aprovu buxheti, se po mrit te kjo pikë edhe ne nuk mund të shkojmë mandej. Por mos mendojmë se këto gjëra bëhen me frymë të shenjtë ose me urdhën peshkut, si thoshte, kryet kjo punë për javë. Nuk bëhet kështu. Ne na duhet mujtë tona me punu për këtë punë. E vërtet. Dhe duhet të thamë edhe sa tjetër që me vret them të drejtën. Me vret fakti që ne kena buxhet aq të vogël, pa mbështetur për Ministrisë Kulturës, në një kohë kur Ministria e Kulturës mbështet me të madhe karnivalet e Korçës. Në thojza karnivalet e Korçës së zdia në kënë tamam në herë. Edhe zdi nëse kanë pas karakter tamam karnivalesk. Nëse po flasim për to, flasim për veten, ne kemi traditën tonë. Në fakt, po ta themi kështu, me qenë Shkodra është një mozaik kulturor, të traditave, dhe sa herë unë flos me artist, ata realisht thonë, buxhetet janë të vogla, sepse gjithmonë kërkohet më shumë. Le të shpresojmë që edhe bejta ta hap pak, ta drejtoj vëmendjen ndaj kësaj kërkese që thesi të hapet. E bëjmë atë, por duhet bën edhe një thirrje, nuk është çdo gjë në dorë të bashkisë. Duhet ta pranojmë, edhe bashkia ka ato limitet e veta, domosdoshmëritë e veta për ta shpërndar atë beqim buxheti që i jepet në aktivitetet ndryshme. Por unë kërkoj që vetë businessmen, vetë personat që sot për sot gëzojnë një mundësi për të na afru diçka, pse të rinë të ftoft, pse të rinë të mos angazhohen për një punë tillë, thjesht edhe me marr pjesë në karavan, të bën reklamin e vet. Pra, këtë bukur do të ishte sikur disa nga makinat e karavanit t'jenë pjesë e firmave të ndryshme që prezentojnë interesat e veta në mënyrë demonstrative, koptohet karnivaleske. Pra, ty pas një farë injeksimit për nesh, të më të lënë një lloj drejtimit artistik prezentimit, dhe pse jo të mos ishin presupozojmë sensibilizim i bukur. Rroba qepësit e ndryshme, pse të mos prezantojnë, po marrin ashtu spektator një gjusi, një polbrek të mëdha, një firmë që merret me punën e kanatierëve e tyne të mbrëmshmeve. Idetë mund të jenë të ndryshme, por edhe mundësit për të prezantuar produktet. Edhe bukuria karnivalit është edhe më anjeshme, sepse realisht prezenca këtyne thën disa gjëra dhe e zbukuron karvanin. Unë dhe shumë dëgjues që na ndoqën apo ndjekës nëpërmjet faqes sonë në Facebook RTS Shkodra, shpresojmë që të gëzojnë një ditë të bukur të karnavaleve edhe të festojnë. Ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Punë të mbar, natyrisht ju e bëni me shumë kënaqësi çdo vit, nuk është e vogël. E keni studiuar në detaje historinë e karnavaleve dhe për këtë botim edhe një herë ju falenderoj shumë që ma dhuruat sot si një vlerë e qytetit tonë. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit edhe juve që na afrut mundësinat. Ishte një bisedë shumë interesante. Faleminderit.